Ludo dhe lëndrimi futen në një debat shumë të ashpër brenda shtëpisë dhe tensioni mes tyre bëhet i dukshëm për të gjithë banorët. Ludo, i acaruar dhe i irrituar nga disa situata që kishte vërejtur më parë, i afrohet lëndrimit dhe nuk kursen fjalët e tij. Ai i thot atij në mënyrë shumë të drejtë për drejtë dhe ofenduese se ai dhe Klodi po përdorin Elionën si një top futbolli, duke u tallur me ndjenjat dhe situatën e saj. Lëndrimi mbetet i befasuar nga ato që dëgjon dhe për pak momente nuk di si të reagojë. Ai ndjehet i ofenduar dhe i përbuzur, pasi nuk e mendonte se dikush do ta shikonte marrëdhënien e tij me Elionën në këtë mënyrë. Fjalia e Ludos nuk është thjesht një ofendim, por një kritikë e ashpër që shpreh zemërimin dhe mosbesimin e tij për mënyrën se si lëndrimi dhe Klodi po sillen me Elionën, duke e përdorur atë në lojra emocionale dhe duke mos treguar ndjenja të sinqerta. Banorët e tjerë e ndjekin situatën me shumë vëmendje dhe fillojnë të komentojnë midis tyre, duke krijuar një atmosferë tensioni dhe kurioziteti. Disa përpiqen të ndërhyjnë dhe të qetësojnë situatën, ndërsa të tjerët duket se i shijojnë konfliktet dhe tensionin që po krijohet, duke u përfshirë pa dashur në këtë grindje. Lëndrimi përpiqet të mbajë qetësinë, por duket e vështirë, sepse ofendimi i Ludos prek ndjenjat e tij dhe reputacionin e tij brenda shtëpisë. Ai fillon të shpjegojë qëllimet e tij dhe të sqarojë se marrëdhënia e tij me Elionën nuk është ashtu siç po përshkruhet nga Ludo, por Ludo nuk ndalet dhe vazhdon të sulmojë me fjalë, duke i bërë situatën edhe më të tensionuar. Debati eskalon dhe emocionet marrin kontrollin, të dy banorët fillojnë të bëjnë komente të forta dhe të ndjera, duke përplasur ide dhe akuza. Atmosfera në shtëpi bëhet e nxehtë, banorët fillojnë të mbledhin rreth tyre dhe secili fillon të zgjedhë anën e vet, duke e bërë situatën të komplikuar dhe dramatike. Ky moment nuk është thjesht një grindje e zakonshme, por një tension që ka ndikim tek gjithë dinamika e